Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut me një video të re, ku shfaqet në një dyqan të njohur celularësh duke zgjedhur një nga modelet më të fundit të kompanisë Apple. Në pamjet e shpërndara, Luizi shihet teksa mban në dorë kutinë e një iPhone 17 Pro Max, një prej telefonave më të shumëpritur dhe më të avancuar të këtij viti. I buzëqeshur dhe me stilin e tij të thjeshtë e karizmatik, ai duket se ka ndarë me ndjekësit një moment që për shumë të tjerë është një dëshirë e madhe, blerja e një prej pajisjeve më moderne në treg. Publikimi i këtij materiali ka bërë menjëherë xhiron e rrjeteve sociale, ku komentet e fansave nuk kanë munguar. Shumë prej tyre e komplimentuan për zgjedhjen, duke e quajtur Luiz Elin gjithmonë të lidhur me teknologjinë më të fundit dhe të prirur për të qenë në hap me risit që ofron tregu botëror. Të tjerë e pan këtë gest si një simbol të suksesit dhe përparimit që ai ka arritur vitet e fundit, ku përveç se është një artist i dashur për publikun, ka ndërtuar edhe një imazh të fortë si një personazh që e shijon jetën në detaje. Ajo që e bën më interesante këtë video është mënyra e natyrshme me të cilën Luizi e ka prezantuar përvojën e tij, duke e kthyer një blerje të zakonshme në një moment të veçantë për ndjekësit. Për shumë, ky veprim ishte edhe një shenjë që ai di si të mbajë gjithmonë lidhjen me fansat e tij, duke i bërë pjesë të çdo detaji të përditshmërisë. Në një kohë kur iPhone 17 Pro Max po bën bujë në mbar botën për funksionet e tij të reja, fakti që Luizi u shfaq me këtë pajisje vetëm sa e shton kurreshtjen e njerëzve për të mësuar më shumë rreth tij. Reagimet e shumta e tregojnë qartë se çdo hap i tij është i ndjekur nga afër dhe kthehet menjëherë në lajm, duke e bërë atë një nga figurat më të dashura e më të komentuara të showbizit shqiptar. Ky moment i vogël, por i shumë përfolur, dëshmon edhe një herë se Luiz Eli është më shumë se një këngëtar dhe fenomen. Ai është një simbol i energjisë, modernitetit dhe lidhjes së ngushtë me publikun që e ndjek me pasion.